dikush që të kritikon për zhvillimin tatë vlen ma shumë se ai person që të len të dështosh në heshtje që shikon se ti po ban gabim diçka, edhe bot si gjarpri i but edhe thot hec ma se s'ka problem, si i ri është ky. Se të kritikosh për ezem shembull kam dy shokun, një shok e du, normalisht du të mirën, që gjë njëri mundohem ja dash mirën si për veti, po një tjetër kam pak ma dëpsi, e du ma shumë këtë shok si jam rrit me ta. Kupton? E du ma shumë sepse jam rrit me ta, kena kalu bosh, kena histori, domethënë kena bo gjana budalliqe bosh që kena bo. Tani, kur shkoj këtë djali, që të bëni gabim, unë marrë e thamë, që unë kam karakterin personalisht kështu, po flasë në përgjësi. I thamë, kjo që të bosh, të qëjmë ferë, të dështosh, të humbasësh. Ai nëse së në të gjënë, nuk është të kam gulli unë da, që në dakord, dashuria jeme, koni falimidit. Ama këta që e du shumë, si shok edhe i du të mire, e du që ta shikoj me të vërtet, këti se lora atën dhe se t'i zarësyt. Këti se lora atën, kjo është gejushki, kjo është idol më fare. Ju mos i ngatrojnë njerëzit që jo gjithçka zgjidhet me paqe, siç thotë Viktor Baloka, jo gjithçka zgjidhet me paqe o Kinga, nuk zgjidhen gjë me paqe. Me paqe nuk zgjidhen këto tema, batlaf, se gjithçka është normalisht se paqe duhet me pas, po këto tema nuk zgjidhen duke me fjalë të bukura. Trash, shqip, ndryshim, mentalitet, nuk duhet me adoptu mentalitetin, as duhet me ofendu kur dikush thot diçka të vërtet, edhe pse ju djeg. Ju nuk duhet me ofendu për këtë fazë, me ofendu sepse atë thënë dikur diçka të vërtet. Po ju duhet me ofendu për faktin sepse ju nuk keni në ato shina. Ju ofendoni tjetër kon, Kinga. Ju keni probleme tjetër kon. Jo foleran, normalisht që foleran, se ju shikoni vetë to, se kur jeni duke bani gabim, ai që kam ngull ma tepër, që mos ta bash gabimin, nuk është oqja jot, po është baba jot, që e qëndërin pols, të lerat, se qa natë për natë mos e ban, sepse këtu dallot niveli dashërisë, thellësia dashërisë. Nërsa oqja thot mër nip, lutem mos e ban. Nërsa baba qanë, sepse s'dën se këtu dallot thellësia e dashurisë që ka. Se dashuria sot është sipërfaqësore. Kinga. Sot janë unë du shumë ty, po veprat, ku janë veprat? Si e dënë tjetëri, po ku e shikon se u ban gabime dhe po e lëngë shumë nuk ka shumë, sa shumë. Unë për veti nuk e marë këtë lloj mënyre dashuri nëse më dë dikush. E shikon se unë më bajti gabime, e shikon që më bajti shka, unë du që i tjetëri të kam gule. Që këtu e dalë dashurinë unë, du të kam gule. Ma thoj e traq. Këtu është sekreti i jetës. Jo t'jesh, e këpten se këtu dalë dashuria, jo t'jesh mos me kuptimin që të tërgosh dashuri, po unë e të tërgoj dashurin duke lënë rahat. Jo, sepse nëse ti e lënë rahat, kur e shikon dika që u ban gabim, edhe ti vendos me lënë rahat, ti po kontribon në dështimin e ti. Si rezultat ki edhe ti pjesë të fajt, mrena. Të pak të në vetë shpirti jot të çlirohet. Ora ki unë kam gullë shumë herë më ty. Unë kam falë shumë herë, unë nga nëllë. Po ja tani, që të kuptojnë njerëzit. Nuk të kuptojnë njerëzit, jam dakord për këtë pjesë. Jam dakord, s'kam që me bëhon shumicën e rasteve, kam dalë shumë herë i keq, edhe duhet traq një person që të dënë të kritikon ashpër kur të shikon se u ban gabim. Të kritikon ashpër, le të djege, vetëm aty ndryshon. Unë duke kritiku njerëzit ashpër, djemt ashpër, marr nga 20-30 mesazhe në ditë që përbes për këtë mënyrën që ti ke fol, unë kam lanë këtë ves. Përbes për mënyrën që ti ke fol, unë kam lanë këta, kam bëha ta. Gëpëtan? Ju përshëndes, Zoti i rujt, bani subscribe të kanali këto.